Habit të mjeku, të gjithë hani fiq, por askush nuk e di çfarë ndodh diabetit dhe trurit tuaj. Fiku cilësohet si fruti i parajsës, i cili forcon në ruan në ripërtërinë dhe mban larg problemin e rrullave. Fiku konsiderohet si një nga produktet më të larta me veti ushqyese për dobinë e organizmit. Si të tillë, ata këshillohet të konsumohen në vazhdimsi të dietës suaj, brenda rekomandimeve dhe sasive të duhura. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në mënyrë që përfitimet e tij për shëndetin të jenë edhe më të mëdha. Sipas Eating Well, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni fiq në vaktet tuaja ditore. Fiq të përmbajnë nivelet e larta të magnezit. Magnezi është një nga elementet bazë që do të mbrojë kështu sistemin tuaj imunitar. Gjithashtu, ato forcojnë sistemin nervor edhe mbrojnë nga problemet që shkakton stresin në organizmin tuaj. Fiqtë janë të rëndësishëm për kockat, imunitetin dhe shëndetin e trurit, pasi promovojnë edhe shëndetin dhe vitalitetin, lehtësojnë komplikacione dhe në mënyrë të konsiderueshme ngadalësojnë procesin e plakjes. Shtimi i fiqve në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e rëndësishme ushqyese në betejën kundër komplikacioneve. Ato përmbajnë nivele të mira të elementëve, të cilët do të ndikojnë pozitivisht në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Fiku është i pasur me kalium, kalcium, hekur, fosfor, bakër, vitaminë B6, vitaminë C si dhe beta-karoten. Përmbajtja e ulët të yndyrnave dhe përmbajtja e lartë e fibrave më shumë se cili do frut ose perim tjetër është gjithashtu një arsye pse fiku duhet të konsumohet çdo ditë. Pektina është një fibër e tërheqme e cila ul kolesterolin në gjak, ndërsa triptofani ndihmon kundër problemeve të qarkullimit të gjakut dhe problemeve të pagjumësisë. Shtimi i fiqve në dietën tuaj do të sigurojë një përmbajtje të lartë të sheqernave natyral, të cilët do të sjellin një përmirësim të mirë të organizmit në betejën kundër komplikacioneve. Pektina është një fibër e tërheqme e cila do të ulë gjithashtu problemet e kolesterolit nga organizmi juaj, duke siguruar një përmirësim më të mirë të shëndetit edhe qarkullimit të gjakut kundër problemeve që sjell pagjumësia. Përmbajtja e lartë e sheqernave natyrore nga fiq do t'i sigurojë trurit tuaj të punojë më shpejt dhe të pranojë dhe klasifikojë më mirë informacionet. Shtimi i fiqve në vaktet tuaja ditore mund të jetë një mënyrë shumë e mirë edhe për të rritur performancën e kujtesës. Sigurisht, diabetikët duhet të kenë kujdes me sasinë e ngrënies së fiqve të thatë, pasi përmbajnë 2 herë më shumë sheqer se fiqt e freskët. Fiqt e thatë janë një burim i shkëlqyer i shumë ushqyeseve dhe gjithashtu një vakt praktik dhe i vlefshëm për atletët rekreativ dhe profesionistët, ndërsa në kombinim me produkte të arrave mund të shërbejë si një vakt ideal. Çaji i fikut i lehtëson problemet të mëlçisë, fytit, organeve të frymëmarrjes, gurve të tëmthit dhe të tjera. Studime të shumta kanë zbuluar se kombinimi në mënyrë efektive i vlerave të fikut ka element të komponentëve anti-inflamator të cilët fiku është i pasur ndjeshëm dhe mund të luajnë gjithashtu një rol të mirë ushqyes për dobinë e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Studimet kanë zbuluar se komponentët e efekteve të fikut kanë rezultate premtuese për shëndetin e lëkurës, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët tregojnë se shtimi i fiqve në vaktet tuaja ditore mund të ofrojë gjithashtu edhe element të mirë të sheqernave natyral, të cilët do të mbrojnë organizmin tuaj në tërësi dhe do të mbajnë larg komplikacionet e tij. Fiku është një ushqyes shumë i rëndësishëm e një ushqyerje të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj edhe konsumi i tyre në mënyrë të moderuar në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën. Fiqtë cilësohen si një frut i cili ripërtërin forcon dhe mbron shëndetin tuaj, sidomos në betejën kundër rrullave dhe parandalon gjithashtu akumulimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Shtimi i fiqve në vaktet tuaja ditore do të sjellë elementet e duhur ushqyes.
Sipas studimeve të bëra kohët e fundit, fiku cilësohet si një frut shërues dhe lehtësues që sjell arsye të mira përse duhet ta shtoni atë vazhdimisht në vaktet tuaja ushqyese. Fiku është i pasur me minerale dhe vitamine të duhura, të cilat do të mbajnë larg komplikacionet të shëndetit dhe do të nxisin gjithashtu një ripërtëritje më të mirë të organizmit tuaj në tërësi. Konsumi i fiqve në mënyrë të vazhdueshme mund të lidhet edhe me përfitimet të mira të vitaminave dhe fibrave që ofron. Fiku është i pasur me përmbajtje të lartë të magnezit. Përmbajtja e lartë e magnezit, i cili është një nga elementët bazë të fiqt, mbron sistemin nervor nga stresi dhe është i rëndësishëm gjithashtu edhe për kockat tuaja. Ato nxit edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit në mënyrë të rregullt. Fiqtë përmbajnë gjithashtu nivele të larta të sheqernave natyrale. Fruti i fikut ka përqindje të lartë të sheqernave natyrore, të cilat do të sigurojnë në trurin tuaj edhe të punojë më shpejt dhe të pranojë dhe klasifikojë më mirë informacionet të duhura. Diabetikët duhet të kenë kujdes me konsumin e fiqve. Nuk rekomandohen më shumë se 2 fiq të freskët në ditë. Sigurisht, i konsultuar edhe me një ekspert, konsumi i fiqve do të shndrohet në një element të mirë anti-inflamator për shëndetin tuaj. Studimet kanë zbuluar se komponentët e efekteve të mundshme anti-inflamatore, sidomos të fiqt, mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë e nxitjes së organizmit edhe parandalimin e komplikacioneve. Fiqt ndikojnë gjithashtu edhe te niveli i kolesterolit në gjak, për të cilët është dëshmuar se ka efekte të dobishme në uljen e këtyre inflamacioneve. Sterolet bimore, si lanosteroli dhe sigmasteroli, të cilat gjenden te fiqt, lidhen me molekulën e kolesterolit dhe zorrë dhe pengojnë gjithashtu edhe absorbimin e tyre. Vlerat ushqyese që njerëzit marrin nga fiqt janë në vërtet të larmishme dhe të dobishme për mbrojtjen e shëndetit. Si të tilla ato duhet të konsumohen në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ushqyese dhe vlerat që do t'i ofrojë shëndetit tuaj do ta kthejë atë një prej frutave më të rëndësishëm për të marrë vlerat e tij. Fiku është ndër frutat me më shumë vlera ushqyese, me më shumë sheqer dhe gjithashtu shumë i përhapur në vendin tonë. Ai konsumohet në shumë forma, nga reçeli deri te lëngu i përgatitur. Mirëpo ky i fundit nuk është aq i thjeshtë sa mendohet. Në këtë video, sipas Eatingwell, do ju sjellim disa nga vlerat shëndetësore të fikut në dietën tuaj. Ai është i mirë kundër plakjes. Lëngu i freskët i fikut është i pasur me antioksidantë si karoteni, luteina dhe anti-inflamatorët e tjerë që kundërveprojnë me radikalet e lira, të cilat dëmtojnë trupin dhe përmirësojnë gjithashtu paraqitjen tuaj të lëkurës, flokëve dhe thonjve. Fiku është i pasur me nivele shumë të larta të hekurit në përmbajtjen e tij. Njerëzit përballen gjithashtu me nivele të ulta të hekurit në gjak. Femra shtatzana dhe ato që ushqehen me gji duhet të pinë lëngun e fikut që të përfitojnë gjithashtu vlerat të duhura të hekurit në përmbajtjen e tyre. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e fikut në mënyrë të rregullt, pasi do të ndihmojë gjithashtu edhe kundër tensionit të lartë të gjakut. Fiqtë dhe lëngu i tyre përmban shumë kalium, që rregullon tensionin e gjakut dhe ul nivelin e lartë të tij. Ndaj edhe konsumi i fiqve është një përzgjedhje e mirë e organizmit. Fiqtë forcojnë energjinë dhe qëndrueshmërinë. Ata që ndjehen të lodhur, të plogësh, të dobët, mund të pinë lëngun e fikut herët në mëngjes për t'i dhënë vetes forcën dhe energjinë e duhur. Shëndeti i zorrëve do të përmirësohet ndjeshëm me konsumin e fiqve në mënyrë të moderuar në vaktet tuaja ditore. Ato që ndjehen të lodhur gjithashtu mund të konsumojnë lëngun e fikut sepse ai do të stimulojë lëvizjen e duhur të zorrëve, duke përmirësuar kështu edhe pastrimin e tyre. Fiqtë kanë ndikime pozitive në shëndetin e mushkërive. Lëngu i fikut përdoret edhe për lehtësimin e problemeve, sidomos ato që lidhen me bronchitin. Ai është veçanërisht i mirë edhe për shëndetin e mushkërive. Lëngu i fikut është një përzgjedhje shumë e mirë. Mjafton të merrni fikun, ta shtoni në shtrytse, ta kombinoni me qumshtin dhe mjaltin dhe përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë vërtet të rëndësishme në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj përfitoni nga konsumi i fiqve të freskët në vaktet tuaja ditore. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.